Do ndalemi një moment edhe të ushqimet që lejohen dhe ndalohen në dietën keto. Por t'ja thënë shkurtimisht publikut që të bëhet gati në rast se e gjen interesante për ta nisur këtë regjim ushqimor e quajtëm. Është shumë e thjeshtë. Dhe unë gjithmonë them, mjafton të kesh mish, peshk në frigorifer, mjafton të kesh domate, sallatë jeshile, kastraveca, të gjitha perimet dhe zarzavate që ne jemi rritur, si komb, dieta kitogjenike bëhet shumë kollaj. Pra, janë perimet dhe frutat, kemi një limitim. Kemi vetëm frutat e pyllit. Do të thënë 4 llojet, manaferat, mjedrat, boronicat dhe luleshtrydhet. Dhe këto janë zgjedhur për një arsye, pasi kanë indeksin glicemik të ulët, por që janë të pasura me fibra dhe antioksidant. Dhe fibra duhet sepse do të kemi pastaj edhe eliminim të ushqimeve të tjera që nuk mund të suportojnë jashtëqitjen ashtu siç mund të ketë qenë në ditët e zakonshme. Pra shumë e rëndësishme. Çfarë janë të gjitha familjet e gjethteve jeshile, duke filluar nga spinaqi, nga kale, më falni nëse në shqiptohet kështu ose thuhet kështu, është ai spinaqi i egër, lakrat e Brukselit, spinaqi jeshil patjetër, sallata jeshile me të gjitha variacionet e saj nuk duhet të mungojnë në tavolinë.